Në korrik të vitit 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit i dha dritën jeshile një prej projekteve më të mëdha ndërtimore të dekadës, ndërtimin e një resorti turistik me 2 hotele 5 yje në një zonë të madhe rezidenciale dhe hapësirë komerciale në zemër të Lëkurësit në Sarand. Sipas dokumenteve zyrtare, vlera e këtij investimi shkon në 447.1 milion euro, por pyetja themelore që del përpara çdo qytetari është kjo: kush janë këta investitorë që premtojnë ndërtimin e gjysmë miliardi euroshi në një nga zonat më strategjike të vendit dhe mbi të gjitha, me çfarë parash? Në vendimin zyrtar të KKT-s, resorti në Lëkurës figuron një investim strategjik me subjekt zhvillues kompanitë TDT & Partners dhe Techno Albania, në pronësi të vëllezërve Dajlan Avdia dhe Glendi Abdi, të njëjtit individ që ndrojnë pas një tufe të frikshme projektesh të tjera ndërtimi të miratuara gjatë vitit 2024, të gjitha në zona me potencial të jashtëzakonshëm financiar. Brenda një periudhe më pak se 12 mujore, kjo dyshe ka marrë leje ndërtimi për Kull 100 katëshe në rrugën e barrikadave, Techno Alb plus Delta, AIM Residence në komunën e Parisit, TDT & Partners, Godin 16 katëshe në rrugën Fortuzi, TDT & Partners, resort në Gjirin e Krorzës, Invest Society, resort në Lëkurës, TDT & Partners dhe Techno Alb. Le të marrim në shqyrtim kompanitë e përfshira, duke u bazuar vetëm në pasyrat financiare që ato kanë dorëzuar në QKB. Techno Albania SHPK rezulton se në vitin 2024 ka të ardhura nga aktiviteti ndërtimor 0 lek, e vetmja shumë që figuron si ardhur tjetër është 328.000 lek, më pak se sa një qera 2 javore në plazhin e Ksamilit. Sa kaq në të njëjtin vit, kjo kompani deklaron se ka kapitalizuar 1.89 miliard lek si investime në proces ndërtimi dhe 484 milion të tjera si shpenzime të shtyra, por këto nuk janë para të paguara, janë thjesht vlera që fshihen në termin në proces për të mbajtur lart vlerën në bilanc. Në bank, Techno Albania ka më pak se 500.000 lek, vetëm 2 punonjës të deklaruar, nuk ka kontrata shitjeje, nuk ka cash flow, ka vetëm letra. E njëjta situatë paraqitet dhe me TDT & Partners SHPK. Kjo kompani deklaron mbi 681 milion lek në shitje për 2024, por përfundon me një fitim të pastër prej 5.2 milion lekësh, më pak se 1% që e xhiros. Në bank ka vetëm 5 milion lek cash. Dalja monetare nga aktiviteti është minus 87 milion lek. E gjithë ekonomia e kompanisë është e bazuar dhe arketueshme fiktive mbi 1 miliard lek në letra, që nuk janë kthyer kurrë në para të prekshme. Ky është modeli i një subjekti që ekziston vetëm për të administruar tokë, për të mbajtur leje, për të bler kohë, jo për të ndërtuar. Invest Society SHPK, kompania që do të ndërtojë resortin në Krorzë, ka një histori të ngjashme. Të ardhurat e deklaruara janë 132 milion lek, ndërsa kostoja e materialeve e kalon këtë shumë. Çuditërisht edhe pse ka dalë me humbje operacionale, deklaron një fitim kontabël prej 41 milion lekësh, në kesh vetëm 9.3 milion. Dhe sërish, mbi gjysmë miliardi lek të argëtueshme në flet. Të trija kompanitë bashk nuk kanë në bank më shumë se 15 milion lek. Asnjëra nuk ka linjë kredie të deklaruar, asnjëra nuk ka financim bankar, asnjëra nuk ka marrëveshje për bashkëfinancim apo mbështetje nga kompani ndërkombëtare, por të trija bashkë zotërojnë Bregdetin shqiptar dhe kanë në dorë leje për të ngritur një pjesë të konsiderueshme të rezorteve dhe kullave për 10 vite të ardhshme. Skandali merr një dimension të ri kur kupton se kalaja e Lëkurësit është e përfshirë në projektin e ndërtimit, edhe pse me vendim zyrtar të qeverisë shqiptare. Kjo pasuri shtetërore duhet i kthehet Ministrisë së Kulturës. Ajo vazhdon të qëndrojë në duart e trafikantit të njohur Andrea Çaushi, i cili e përdor për aktivitet biznesi të paregjistruar. Në realitet, kalaja po mbahet peng që të përfshihet më vonë në resortin e ndërtuar nga Avdia, duke përtypur në heshtje një pasuri kombëtare, si të ishte territori braktisur. Në fund të ditës ka vetëm 2 mundësi logjike: ose këto kompani nuk kanë në plan të investojnë asgjë dhe thjesht po marrin në dorë pronat, Bregdetin dhe asetet strategjike të Shqipërisë, si Tokë Xanun, ose kemi të bëjmë me një skem të pastër pastrimi parash në nivelet më të larta të pushtetit. Në çdo rast, Shqipëria po ndërtohet nga kompani që nuk e ndërtojnë, po zhvillohet nga kompani që nuk zhvillojnë dhe po përparon nga emra që në çdo vend tjetër do të ishin në nehtim penal. Dhe për sa kohë strukturat e shtetit i japin tokën, lejen dhe heshtjen, ajo që duket si rritje ekonomike nuk është gjë tjetër veç se një grabitje me firmë dhe me vul. Krahasuar me këtë aferë, incineratorët do të na duken lule, këtu nuk po zhduken fonde, por po grabitet Bregdeti me leje shtetërore.